i cili e fsheu thesarin e tij të kamur diku në përbot. 20 vjet pas vdekjes së tij, Raberi, një djalë 17 vjeçar, vendos të bëhet një pirat, të vihet në kërkim të thesarit të famshëm dhe të bëhet mbreti i ardhshëm i piratëve. Por, a do t'ja dalë Raberi të realizojë ëndrat e tij? Piratët e vegjël, çdo ditë në Çufo. Gjashtë heronjt seriali çdo të shtunë dhe të diel në Çufo.